أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله Falënderimet, lavdërimet, lartësimet i takojnë vetëm atij Allahut fuqiplot, krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Dërgojmë selam dhe salavat për pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Vetëm prej Allahut fuqiplot ne ndihmë dhe falje kërkojmë dhe vetëm atij Allahut fuqiplot posaçërisht jemi falënderues për begatinë e madhe, nga begatijet e shumta është xhamia, shtëpia e Allahut fuqiplot, ku Allahu sunduesi i gjithësisë na dha një vend që ne të mblidhemi dhe Allahu fuqiplot dha që në çdo mexhlis ku mblidhen ato për ta lartësuar, lavdëruar Allahun fuqiplot, Allahu dërgon mëshirë, dërgon me lajket për t'i mbrojtur, për ta mbrojtur atë mexhlis. Dhe ne me lejnë Allahut fuqiplot, lutim Allahun që ne të jemi nga ato mexhliset ku Allahu ishte kënaqur dhe ne jemi në mbredhjen e dashurisë së tij. Ne vazhdojmë mexhliset tona të hajrit duke synuar kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Në javën e kaluar apo në mexhlisin e kaluar kemi folur për kapitullin bab wujubu silati rahim, kapitulli i cili ka folur apo shënuar hadithe të cilët kanë folur për obligueshmërinë e lidhjeve farefisnore. I kemi përmendur dy hadithe, njëri është nga Bekr al-Harith al-Anmari, i cili ka thënë se e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kujt i takon më së tepërmi që ne të respektojmë, kënd të ruajmë më tepër, kënd të nderojmë më tepër, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ummuk wa abak wa ukhtuk wa akhak, nënën tënde, babain tënd, motrën tënde, vllaun tënd, dhe atëherë thot me radh familjen, farefisin tënd. Duke na treguar në fund të hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar se është obligim i prerë që ne të respektojmë, nderojmë ato. Duke marrë parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmbledhur edhe çka? I ka përmbledhur edhe farefisin. Kemi thënë se Allahu fuqiplot na ka obliguar që ne të mbajmë lidhjet farefisnore fort dhe ato lidhje të jenë të fryqme. Ku ne me lejen e Allahu fuqiplot do të vazhdojmë dhe në mexhliset e radha për ta përmendur dhe për ta ngritur vetdijen lidhjes farefisnore. Dhe hadithin e dytë të cilin ne kemi përmendur në mexhlisin e kaluar ishte nga Abu Huraira radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kur është zbrit ajeti wa andir ashirataka al-aqrabin, dhe çka ngrit vetdijen për farefisin tënd wal aqrabin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim transmeton Abu Huraira duke na thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrur disa fise duke thënë o ju të cilët jeni pasuesit apo paraardhësit e Ka'b ibn Luay, ruajeni nga zjarri, ruajeni nga çka? Nga zjarri. Anfusakum minan nar, anfidhu anfusakum minan nar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe thot ja bani Abdul Muttalib, të njëjtën gjë, dhe në vazhdim thot ja Fatima bint Muhammad anqidhi nafsaka minan nar. O Fatime, e bie Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ruaja veten, largoju çka? Nga zjarri, nga xhehenemi. Allahu akbar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrte këto fise duke i treguar, duke i zgjuar nga gjumi që të ruhen mirë nga zjarri, por edhe sahabët në atë kohë, komentuesit e këtij hadithi na tregojnë se sahabët në atë kohë u çuditën kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ja Fatima bint Muhammed. Dhe në vazhdim tregon se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar pse e ka përmendur dhe Fatimen, duke i thënë se unë tek Allahu fuqi plot, fa inni ila Allahi la amliku shay'an. Unë tek Allahu fuqi plot nuk kam kurrë leje që unë të jap llogari në vend tënd. Dhe secilin nga ne ka obligim që të harroj veten, të harroj familjen e vet dhe të harroj farefisin. Ke mundësi që ti ta këshillosh familjen tënde dhe farefisin tënd dhe ne jemi të obliguar që ne ato t'i ruajmë në hak, në të drejtën, në të mirën. Dhe ne kemi përmendur disa ajete dhe hadithe ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar na tregon për vlerën e madhe të lidhjes farefisnore, duke na treguar se ne jemi të obliguar të mbajmë atë. Ku Allahu fuqiplot në surën An-Nisa, ajetin e parë kemi thënë se Allahu e bëri obligim në disa vende që ne jemi të obligueshëm që t'i mbajmë atë. Dhe subhanallahu, ne do të flasim me gjanë dhe më tepër për këtë, por ishte nevojë se udhës që ne ti përmendim disa ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton Muslimi dhe thotë: nuk do të hyjë në xhennet ai që i ndërpret çka? Lidhjet farefisnore. Pejgamberi i Allahut dhe Allahu në Kur'anin famlar shpesh herë i lidhte, ku ne do të kemi hadithin e vazhdim, i lidhte çka? Besimin me lidhjen farefisnore, duke treguar një gradë të madhe, një nivel të madh të rëndësishëm të lidhjeve farefisnore, ku dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe thënë se mëkat që ndeshkohet edhe në dunja. Nuk ka mëkat që Allahu shpejton dëshkimin e tij në dunja përveç padrejtësisë dhe ndërprerjes së lidhjes farefisnore apo farefisnisë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe thënë se i mallkuar është ai i cili i ndërpret lidhjet farefisnore. Po ne me lejen e Allahut fuqiplot i vazhdojmë në kapitullin e rradhës, kapitullin e 26, bab silatur rahim, kapitulli i cili flet për mbajtjen e lidhjeve farefisnore, ku Imam Buhariu dhe në fillim të librit na tregon së pari për rëndësinë e prindërve. Mandej në vazhdim thot, kujt i takon më tepër respekti, kujt i takon më tepër që ne ta ndëgjojmë, ta respektojmë, ta nderojmë. Dhe vazhdon dhe thot, sa është vlera e respektit ndaj tyre, si ti respektojmë. Dhe vazhdon atëherë ndëshkimi, mallkimi e tjerë dhe jep shembuj. Dhe kështu vazhdon me çdo temë parafërsisht. Dhe në fillim tregon obligueshmërinë, vlerën e obligueshmërisë së kësaj teme dhe çka thot? Pastaj mbajtja e lidhjes farefisnore. Dhe Imam Buhariu rahimahullahu taala i shënon 3 hadithe, ku ne do t'i përmendim vetëm 2 për arsye se ky i treti ulemaja shumicën nga ato kanë vërtetuar se ky hadith është shumë daif, shumë i dobët dhe për atë arsye ne do ta shkëpërcejmë. Dhe Imam Buhariu shënon hadithin 49 nga Ebu Ejub al-Ansari, ku thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka erdhur një beduin أن أعرابيا أعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال إرتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم درسا ishte në një udhtim dhe çka? أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعد من النار يا رسول الله. Së pari paramendoni pyetjen ku shumë nga ato ashab nuk gjejmë ku ato i thonin si të merren me punë dynjaje. Kemi thënë për atë punë. Por preokupimi dhe prioriteti më i madh i tyre ishte që ta mbanin së pari zemrën fort në lidhje me Allahun fuqiplot. Dhe preokupimi apo prioriteti më i madh ishte që ta ngritnin imanin, ta forconin imanin dhe ta arrinin vlerat më të mëdha, gradë më të mëdha, ai është kënaqësia e Allahut fuqiplot. Dhe çka i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot një beduin, i thot ja Rasulullah, me trego, me informo, çka ishte e vepër, apo cila ishte e vepër, e cila me afron tek xheneti edhe me largon ka xhenemi, prej xhenemit, prej zjarrit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay. Ka shumë hadithe të ngjajshëm, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
apo bëni ibadet vetëm Allahun fuqi plot dhe mos i bëni shok atij. Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay. Besimi më i lartë. U kry kjo mesele. Dhe çka? Pastaj thot pejgamberi sa wa tuqim as-salah. E lidhe me njëherën besimin, me namazin dhe wa tu'ti az-zakat. Ta japë zakatin. Dhe në fund thot wa tasilir rahim. Dhe ti mbash fort lidhjet farefisnore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në mundësi, së pari ky beduin ishte në mundësi që ta pyes pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe kemi nga ato ulemat të cilët na tregojnë në komentimin e këtij hadithi se ky beduin ishte i varfër, jo dhe i pasur. Dhe çka ishte në mundësi të thonë, ja Rasulullah, më ndihmo se si të arrij deri tek një pasuri, më ndihmo se si të arrij tek një pozitë, më ndihmo ja Rasulullah se të bëhem i famshëm, të bëhem i mirë, i dashur tek njerëzit, të blej një deve e tjere, jo. Por çka? Tha, me tregohet diçka ja Rasulullah, si të arrij xhennetin, si të jem unë nga banorët e xhennetit, dhe si të largohem nga xhenemi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si lidhen gjërat më të rëndësishme, ti bësh vetëm Allahun fuqi plot ibadet, adhurim, ta adhurosh vetëm Allahun fuqi plot, dhe mos ti shoqërosh atij askënd, ta falësh namazin, zakatin dhe çka? Tasilir rahim. Dhe ti mbash lidhjet farefisnore të forta të fritshme. Imam Buhariu nga dashuria e tij që ta përçoj mesazhin në mënyrë sa më të mirë, sa më të bukur, e shënon hadithin e 50 të radhës nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khalaqa Allahu azza wa jalla al-khalq." Allahu fuqi plot krijoi krijesat. Falamma faragha minhu qamat ar-rahim faqala. Kur mbaroi me ta u ngrit afërsia farefisnore. Dhe Allahu çka tha? Me qalet hadha makamu a'idhi bika min al-qati'ati. Dhe çka tha Allahu? Ndal farefisi i tha, kjo është një mundësi për atë që kërkon strehim tek ti nga të qenurit i shkëputur nga Allahu fuqi plot. Dhe çka? Ela tardhayna an asila min wasalak wa aqta man qata'ak. Allahu i tha, a nuk je i kënaqur që on do t'i mbaj lidhjet fort me atë i cili mban lidhjet me farefisin e tij. Allahu akbar. Ti don ti mi pas lidhjet e forta me Allahun fuqi plot, me krijuesin e gjithësisë, sunduesin e çdo gjëje. Subhanallah, krijuesi është ai i cili ne shumë pak dim për të. Mendja jon nuk arrin të di çdo gjë. Syni jon nuk arrin që të din çdo gjë. Vetëm begatit dhe mirësitë e tjera të cilat ai Allahu fuqi plot ne ka dhënë, ne nuk arrim t'i dim. Nuk kemi të vetëdijshëm sa begati dhe mirësi neve na rrethojnë. Edhe para mendoni ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon dhe thotë, don ti kesh lidhje të forta me krijuesin e gjithësisë. Subhanallah, shembull, ne kur i kemi lidhjet me një njeri i cili është i famshëm, me një njeri i cili është i pasur, me një njeri me pozitë, ne ato lidhje çdo gjë do lëm pas vetëm ti kemi ato lidhje të forta. Do japim kohën, do japim pasuri, do japim çdo gjë gati që ti ato lidhje ti mbajmë fort. Por shtrohet pyetja më e rëndësishme. Sa jemi ne të gatshëm ti mbajmë lidhjet fort me Allahun fuqi plot, sunduesin e çdo gjëje. Subhanallah. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot se Allahu ka thënë, në qoftë se don ti kesh lidhjet e forta me mu, atëherë duhesh ti kesh lidhjet e forta me farafisin. Pyete veten, a je nga ato? Kemi rastin ku na lidhet hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thot se kur Allahu fuqi plot e don një krijesë, e don një njeri, i thot ahlus sama, banorëve të qiellit, me lajkeve, unë e dua këtë person, unë e dua këtë krijesë, duhen edhe jo. Dhe çka ndodh? Ahlus sama e don
banorët e qiellit e dojnë atë person, dhe Allahu fuqiplot e urdhëron një nga melajke që të zbres në tokë dhe të lëshoj dashurinë në zemrat e njerëzve rreth tij, në komunitet, në shoqëri, në familje, në farefis. Allahu Akbar. Pyete veten, a jeni nga ato të cilët Allahu është i kënaqur dhe jeni në mbredhjen e mëshirës, magfiretit dhe dashurisë së Allahut fuqiplot? Dhe çka thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, vazhdon dhe thot, duke transmetu, qalet bela ya Rabbi, sigurisht që po o Zoti im. Qale fadhalika laki, thumma qala Ebu Hurajra, dhe pastaj thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, iqra'u, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lexoni ajetin. Bismillahirrahmanirrahim. In shi'tum fahal asaytum an tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allahu fuqiplot në surën Muhammed në ajetin 22 zbrat ajetin duke thënë, nëse ju, e ka fjalën Allahu fuqiplot për hipokritët, merrni sundimin apo i ktheni shpinën besimit, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, atëherë do të bënit nga të resa në tokë. Do të bëni çka? Fasad, an tufsidu fil ardi, an tufsidu fil ardi. Jo, do të bëni fasad. Dhe çka ndodh? Dhe do t'i shkatërronit lidhjet farefisnore. Subhanallahu, ulema na tregon pse pejgamberi i Allahut dhe Allahu fuqiplot e zbret këtë ajet, dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidh këtë ajet me këtë hadith. Ulemaja shpeshherë duke mbajtur ligjërata dhe duke shkruar për lidhjen farefisnore dhe rëndërsinë e saj, tregon dhe thot se ai i cili i ndan lidhjet farefisnore, largohet, ai është nga ato të cilët bën fesat në tokë, bën gatërresa, shkatërrim në tokë. Dhe çka thot? Ulemaja thot Allahu fuqiplot i ka nda disa grupe në Kur'anin famlart. E ka nda grupin ku ai Allahu ishte kënaqur me to. Allahu është me to, inna Allaha ma'a sabirin. Allahu është me dorimtarët. Dhe çka thot? Është grupi me të cilën Allahu nuk është i kënaqur. Është kja ku Allahu nuk është me ato të cilët bëjnë gatërresa. Allahu nuk është me ato të cilët bëjnë gatërresa. Dhe ulema thot se ai i cili i shkëput lidhjet me farefisin, me të afërmit e tij, me të largët e tij, me familjen e tij, së pari i shkëput lidhjen e tij me Allahun fuqiplot. Së dyti është nga ajo grup e cila bën gatërresë në tokë. Subhanallah. Don ta përmirësosh gjendjen tënde. Mundësia më e mirë është që ti ngritesh lidhjet tuaja me farafisin, ti çosh në një nivel më të madh, më të mirë, më të frytshëm, të dobishëm. Ulema thot kur ne duam t'i përmirësojmë ato, së pari duhet të bëjmë vizita njëri tjetrit. Së dyti të ruajmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrit, të japim dorën, jo këmbën. Allahu na ruaj të bëjmë dua. Përpara subhanallah, e ndëgjon nga një kolegu im. Përpara subhanallah, e thën me vend, njerëzit tanë, të parët tanë e din më mirë. Njerëzit tanë nuk ishin shumë dhe në xhepa, por zemrat e tyre ishin të begata, të mira. Pra mendone Abdullah ibn Omerin radiallahu anhuma. Në një rast erdhi në shtëpi dhe desh që të ngrën bukë. Dhe çka i tha familjeve, eni të hamë së bashku. Dhe këta i thanë, ne kemi ngrën. Tha Ibn Omeri, tha nuk do të filloj të ha derisa të ma gjeni njërin. Dini jashtë dhe ma mbjell njërin të ha së bashku. Ta ndaj bereqetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi dhe këshilloi se bereqetin Allahu fuqiplot e jep në xhamat. Allahu fuqiplot e jep në familje, kur familja mbledhet, kur farefisi është i mbledhur. Begati dhe mirësi Islami dha shumë. Islami dha, apo pse erdhi Islami? Islami erdhi për ta mbledhur familjen, jo për ta shkëputur familjen.
Dhe për atë arsye, ne të ndershëm vëllezër dhe motra, ne kur ta lëm Islamin si qemi duke e lanë, vetëm ja lëm begatit dhe mirësit vetës. Ne kur të lidhemi me Islamin, kur të forcohemi, apo kur ta forcojmë Islamin, atëherën, çka? Ne do të ngritemi. Se Islami nuk ka nevojë për ne kemi nevojë për Islamin. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne lutim Allahun fuqi plot që Allahu t'i zbuz zemrat tona. Lutim Allahun fuqi plot që Allahu zemrat tona të i afroj, familjet tona të i përmisoj, gjendjet tona të përmisoj inshallah taala. Lutim Allahun fuqi plot që ta shtoj sinqeritetin ton, të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim atë Allahun fuqi plot që këto mezhlise të jenë vetëm të hajrit të dobishëm dhe lutim Allahun fuqi plot që të na bëjë nga njerëzit të cilët Allahu ishte i kënaqur me ne. Lutim Allahun fuqi plot që siç na ka bashkuar sonte në xhamin shtëpinë e tij të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.